I kthehemi tash një temë tjetër. Po, sa dhe kena vendos një temë të lezetshme. Folëm për robrin e një opozitore prej qeverisë, tash flasim për një robri të zgjedhur. Tema sotme është të dashur me sa ndryshon njeriu apo personi pas martesës. Kështu që erës në 2 javë që dëgjojmë. Unë njëherë s'po fut. A ty ngujna njëherë jo, se mundë me fol pej përvojës dikuj të ofër që ki pas. A ka ndryshu mas martesës, përvojat e para të ndryshimit të dikujt pas martesës, e kemi pas të na i doj, të na i teze, të na i hall, dhe më dhënë që kur kemi qenë fëmi, kemi qenë shumë të lidhun me ta, edhe ka ndodhë në i moment caktum, si unë martu, me njëherë, tu ka ndru relacioni, ose i ki pa marrall, ose kanë qenë ma të ftoftë, ose kanë qenë preokupume dhe dëgjysht ke gjelozu në bashkëshortin, ose në bashkëshortin e tëne, pse ka ndru që ka shumë dhe pse mos përin me ty. Unë kam plët familjarë të me për shamëll, pa të shumë për men emra, dojtë si për men në këtë nëse. Sa më voli për dojnë, që gjithë i kena thonë edhe, o kona si tipi që kur su kujdes për vetën e vetë. Ka plët meshkuj që nuk kujdesën shumë. E ta është kur u martu pak ma në mosh, ashtë të jo te për i ri, dhe kur u martu, i ndryshë jeta krej, dhe më thonë, të në kur matë ke papuqe, na me po ato, dhe më thonë, të matë papuqe u konë qërapat bardha, s'ka pas shonca me vishë qërapat bardha. Si u martu i ndryshë jeta, dhe më thonë, u kujdeske për vetën, e moj ke ma shumë pas tërtin, edhe e kemi vrejtë ashtë qare që a i po ndronë, se nuk është ndrimi i personit që, okej, unë po mbyllë në vetës, po dalë me shëqni, po i lodë dësane që i ku mba kur jam kanë pa martu, po për një me mundet me ndru edhe pak edhe dhe pjesë të karakterit për të mirë. Po kemi edhe raste për të keqë, për shumë, dhe kom një familjar tjetër, qaj, ti vërë ka njëri ma i gjymerë, dëmë tonë ka jopë shumë, ka dhonë pare, ka dhonë njerëzët, ashtë kërë martu me bashkëshortën e ti, ajo ta maqare. E Gjakovës mu se ka marë? Jo, bre, jo, nuk e di që është dëllë ta maqare, ta shte aj krejt të bo person si kuraja, dëmë tonë e këqyre dhe të cintin, kështë dëmë tonë ka ndru, po mënej për të keqë, se është di që është një fandjini që të njetën një rrit me ta dhe din që o ka njëri ma i hareshëm, ta shka ndru shumë. Po nështa kur të kryon familjen, duhet me fillu pak ma me menu ma... Jo, se dalon kur dën me kursy edhe kur jetë man ta maqare. Me kursy do më thonë edhe me këshyrë centin po thush për të keqë. Po jo, me kursy, me kursy e diqka tjetër, me kun ta maqare diqka tjetër. Unë menej me kursy është shumë mirë, e kursani diqka pëse me moni diqka ma qëtë, kur mënesh me mori diqka ma tjetë. Ta maqare, kur e le dhe vetën keqë. Diqysh, gjithë sen e këshyrë njërën ma të keqë të mënshme, për që ato e pota. Po, shpesher po besoj edhe na që nuk jena të martume, e menojna këti di. Nuk ka nere ka matutën që ka nëse ndroj për diqka, që ka nëse unë që të 29 vjetë, jam konë që kjo erdo e lirë, që nuk jam pengu për kur gjon jetë, që ka nëse më dojtë kur të martona me ndru dësane, dhe nisëm as nisëm më thonë një shoqë ose një shok, he, mërë erdo, ndrove me njerë si u martove, dhe pse menej që asë një person nuk do të me ndru karakterin e vetë, bëgjeta se cilët, situatat kena me ndru, nështë ta diçka s'na pëlqen, asë partnerit si pëlqen, okej, mujna me ndru, mujna me bo negociata, po ta man erdën si erdo me ndru që njerës tas mësë me njoft, s'kisha pas qef. E ku qa i limiti i ndryshimit? Qka i shkon... Qka është esenciali për ty që s'kish pas kompromis edhe nëse i kishe dash personi përbal... Pjesa që më penalizën shumë edhe e një shumë për njerës dhe thëmë, hajtë si keme lanë edhe gazetarin. Shpesher mundet mu diskutu që kësam. Po, mundet mu diskutu se na e dina shumë mirë, si do mësë pjesën që jena në teran, unë të nku një me djem, një me rëtune pri meshkëve, pri situatave ndryshme edhe një pjesë që na penalizën shumë, dashëm e thonë është pjesa orarit. Nuk e din, okej, e ki një orar caktun, po kur jenë teran, unë është me i tetor, dëtor, edhe është ke pjesa që nështë partnerit mundet me i pengu. Okej, drasa, e kena situatër ma gjallë që nuk i ka pengun, ashtë edhe të kënë si pengon, po ka njerës të rejtë që... Ta shtë me gjithë dikën që si pengon që kjo? Po, absolut, po e menaj edhe atë pjesën që ka nëse mundet me i pengu, unë që tu s'kisha mujtë me bo negociata, në asë një mënyrë, se është një diçka që unë jom rritë me qëta edhe ku më ndru gjithë mund për me bo qëtë profesion, po mundet me egzistu edhe mundësia që partnerit ta mundet me i pengu. Trios, hajtë folti se tani mëndej. Nalja pa fjoj. S'po menej që ndryshon krejt, po të ndryshojnë do prioritete, sa sun halo nuk jem e martu me, po në bas që jam në lidhje, po menej që tash normal që për shambull edhe festimin e festave ose krejt gjonave, tash kime po ma ndryshe se ki edhe një person tjetër njetë ose familjen kur të kryojsh, edhe ki dëshirë ma shumë nështë ta mendo me ta se sa me shoqni. E pa të mbili dje që diskutim se
normal ma shumë ki dëshirë me nda për shambull me fmite tu ose me dashurin, se sa me shku me shoqe. Tash okej, ki me shku najherë edhe me shoqe, se njeri me nej që s'do të gjithë me pas veç partnerin kryesor, do të me kalu kohë edhe me tjertë, po që janë dhe momente që do të ma shumë me i kushtu vëmendje lidhje se sa shoqnis. Kështu që nashta ndryshën që ta aspekt pak, ama jonë tjerat. Musë më kanë diku diqka dhe që tash. Asë në aspektin e punës. Unë i kom përjetu ndryshimet në dy aspektet. Dhe më thonë edhe kërëm martu, të një edhe kërëm dovë. Kërëm këthy prapë beqarë. Po, në vërtet, martesën e kemi bo shumë vonë, dhe më thonë, mas i bjen bashkëtesa që ne ka bo ndryshimin. Bashkëtesa e ka fillu me njerë në vitin 99, dhe më thonë, ka herë, dhe më thonë, sa kemi qenë 20 vjeqarë. 20 a 21 që të diqka. Po, normalisht që ndryshon, po kejtë në varet në qka po të më ndryshu, edhe besoj tash me ndoj kër e këshyri pej mrapa, nuk është ndryshimet e mëdha, nuk janë të mira, edhe vrejmë tash bashk e flasim me ishgrun, ende bile bashk para një jave, dy kër e këshyrim lidhjen e djalit, i diskutojmë qysh i ka marrë në statusenet këshia prej lidhjes tonë, që i ka pas, edhe qysh na e kemi pas atër gabim, edhe na se kemi pa, kur tjertë na kam pas që po ndryshojmë shumë, edhe që po mshelim ndoshta prej rrethit, edhe prej familjes, edhe po rrim ma shumë me njëri tjetrin e ma pak me tjertë, na nuk e kemi vrejt që tjerëve ju ka pengu që ajo, edhe pse edhe kur e kemi vrejt, kemi mendu që ata e kanë kesh, tani e kemi pa që e kemi kriju e kemi pas një kohë të caktume, e kemi pas një lidhje toksike që tonë kohën ka shku duke përmirësu. Po problemi është që në rinë një, të më thonë sa ma herët që martohën njerës, edhe nëse nuk e kanë një shambull shumë mirë të shpia, mrinë kanë jenë me ndryshu shumë shpejt, ndryshimet e shpejta gjithë e kanë të një reakcion ma vonë. Nëse ndroni shumë shpejt me njëherë... Qa është qaj ndryshimi që e ke vrejt ti me kalimin e kohës që... Ke ndryshte si kejk, për shambull, diqka? Po, ndryshimi, për shambull, njeri kur... Qaj të ndryshimet e shpejta që po i përgjë? Po, për shambull, me qenë në dispozicion, për shambull me kohë, për dikon kur ka nevoj, me qenë në dispozicion për shëshni, dhe më thonë, mos mi dalmet me shëshni me njëherë, ose mi nalë shpejt, ose mi pas dalmet gjithmonë veç veti dyti, edhe paracitet veç veti dyti, që me mujtë me pas një balans, që ta është mirë ka njëherë, e di që është ai debati, nuk është mirë më martu as te për vonë, as te për herët, po me gjithë një farë mesi, ku njerëz janë veç të zhvilluar, veç e kanë një bazë, edhe nuk friksohen me jetu vetë. Unë menoj që mas pari është mirë, unë mas pari kom jetu me dikon, do të thonë kur kom dalë për shtëpisë, do të thonë nuk kom jetu vetë. E që kjo i ka ndodhur për shembull edhe djalit tem, me 19 vjet, me njerë ka dalë kur s'ka jetu vetë, do të thonë se edhe studimet kur i kom bërë në fakultet, kam qenë në Prishtinë, fakultetet që i kom legjistuar kanë qenë në Prishtinë. Edhe ka njerë nina keq që se kom përjetu atë jetën në konvikte. Unë e kom në qytet tjetër. Unë e kom përjetu. Ti e ke përjetu. Edhe që ajo jetën i të përgadit shumë për jetën bashkëshorore, derisa kur del për shtëpisë që e ki një prind, si të na që kem një nanë që t'i bon kitë senët, t'i lane, e pastërën shpinët, t'i gati kur gjës din përveç me palu një majicë, atëherë kur del direkt me dal me jetu me bashkëshorte, ose me partnere, është shumë ndryshim i shpejt, menoj që duhet me shku, është mirë, edhe pse gjithë kështë ka ndryshe, është mirë me shku me faza, njerë është mirë me mësu me jetu vetë, tani është mirë me bo një jetë përbashkë me dikën, se ja din nevojat vetës, e din ku mund është mi bo ato, se ka njerë ndodhin do ndryshime ma shpejt si që i ki pritë, dhe të një është në thera, jo që a duhet me boj, jo a duhet me ndreshtoj, jo një është ketë, se si e mësu as me kry punë të shpis, as mi la endë, as me bosanet, të një anisin që aty ndodhin konfliktet, nervozat, edhe problemet. Gjana tjera. Edhe gjana tjera. Po, ka pas aty, do më thonë, ndryshan njeri gjithësëse, se s'munët pa ndryshu kur është veti dyti, atër nëse njonin nuk ndryshan hesh kur bod veti dyti, dijeni që ai tjetri është të hekë. Po dhe, sa i tjetëri është të bo kompromise të në kohën. Po, unë e kom pasë të më thënë me 20 vjetë, ja kem njësë me bashketu, 2 vjetë kemi bashketu, të një me nda 4 vjetë, të një 4 vjetë e kom pasë vetë, edhe të një mas 4 vjetëve kemi bo prap bashkë, edhe të një kemi bo familje, kemi bo fmi.
Të njemi ndo prap. Mas 16 vjetëve, që është të dita. Ka mundësi ribashkimit të? Po e kur, zbën me thonë kur, po s'pa mërmendja. Keka për momentin është i lumëtur. Jam i lumëtur, jam në lidhje 3. Po, unë me arrova. Lidhje 3, dhe më thonë, është tash... Unë të jep aty verdiktin, keka për momentin është i lumëtur. Shkon një farë, dhe më thonë, kur e gjenë një person që veç është, për që ata pedidi, veç është i vendosën që ka jetu edhe punon edhe ka arrit shumë në karierë, tash me mosh normalisht, të një senet janë shumë atleta, se i lejen vetit hapsin shumë atë madhe, na i ditë asë nuk ndihesh në telefon, për shembull, veç na i mesazh ose diçka as nuk nihesh me thirr, me fol me telefon edhe nuk ka asnjë lloj posesiviteti që ekziston. E që kjo problemi më i madh te posesiviteti që ekziston kur jeni atli. Ti erë çka mendon për këtë punë? Unë mendoj. Hajde tani mirë. Jo, unë mendoj që jeta nuk të ndryshon mas martesës nëse din me i vendos kufit edhe limitet para martesës. Nëse din me kon i qartë me partnerin ose partnerën, para se me u martu se qka jam parime tua dhe që shte funksionan, nuk ka me ndryshu as mas martesës. Se unë e konsideroj që kër e gjeni partner, është sikur me e gjetë dikën që i dënë gjanat që ti i dënë, e bojnë mu një mirë gjanat që të bojnë ty me unë i mirë, edhe anasjeltas. Ty të bojnë me unë i mirë gjanat që ato e bojnë me unë i mirë, edhe të bojnë me unë i mirë gjanat që i bëni bashkë me partnerin ose veçma, sukseset që ka do që janë ato. Na dhe brenda familjes ka shumë gjana për cilat na nuk pajtohemi, me prind që të kanë bot, kanë rrit, kanë zhvillu, spajtohësh. Amo ata pajtohen me ty për mos mu pajtu. Kështë që unë e besoj që edhe në lidhje dhe mas martesës, ka me pas gjana që keni mos mu pajtu me njani tjetrin, po është e rëndësishme me i full që ato gjana me fillem. Unë për vete gjithmonë e kam praktikën që me këndë që flas, dë prej parimeve të mija kryesore që s'kan pik negocime, me i kalzu me kohën, herët. Më dhëni, jo me hy në një lidhje, me kalu kohë me personin, edhe mandej mas 2 vite me i thonë, që kjo e në planet e mija për të ardhmen. Se menoj që atëherë është egoizëm ma tepër, e bëm personin me kalu kohë me ty, me konë i varër deri dikon prej te, edhe në fund tani me i tregu që nëse dënë me konë me mu, dush me vazhdu në bazë gjanave që unë funksionoj edhe në që shdu. Ka njerës që shumë një ndryshën jeta, edhe gjithmonë kër e diskutoj me njerës, me familje, me shoshni, më thonë, hajtë se të ndryshën edhe ty. Ka njerës që i një, që menojnë edhe funksionojnë që shtu që jëmë të folion për momentin, edhe jeta si ka ndryshu heq, bile jënë shumë atë lumëtur, se i kanë diskutu gjanat me kohë dhe mas martesës, nuk kanë probleme, e që shpja bojmë tash qësaj, se i kanë diskutu me kohë. Mas një viti i thëtë, atë kom thëtë. Fix. E ka njerës që edhe në lidhje hynë me idenë që hajtë se me kalimin e kohës i ndryshën mendime. E që kjo është ma e keqja që mas pari ja bëm vetës, tani personit përbalë. Se gjanat mujnë me ndryshu edhe me kohën, po problemi gjithë ko me kohën që atë. Se unë mujnë me pranu së diçka për ty, veç pse të du, amo me kalimin e kohës, kur kemi me pas një debat, se në qiftet normale besoj që kanë debate dhe është shumë gjanë normale, gjithmonë ka me artë tema e diskutimit të qaj kompromisi që njona prej palve e ka bu. E s'ka ma të keqë se kur bën diçka edhe përmendet vazhdimisht. Unë gjithmonë thëmë juve që në raportet dashuris, po në përgjithsi, edhe në familje, edhe me kolege, edhe me shëshni, edhe me këdë, nëse jetu ja falë dikujt një veprem, ose një diçka jetu e bo një kompromis, kur mos e përmend. Bone ma përmend e ti mu nesër, një gabim që e kom bonda i teje, edhe të kom kërku falje shumë sinqeresht, edhe nesër ma përmend, besë ma nuk e ndi nevojnë as me pas kontakti me ty, e as me thonë po në të kom kërku falje. Adin, do me thonë dhimet vetja ma ndej që të kom kërku falje për diçka. Ama tje që ato, uri me irë zako ka e gatshme për martes. Një prej këshillave, unë si jam milione hitë që me gatshme. Që jepet për shembull edhe te konfliktet është që mos me majt, në anglisht thuhet don't keep score, do të thonë mos me majt rezultat, mos me majt shënime se kush çka ka bu për kon. Kush ka shkruaj parë, kush i dytë. Bash, edhe normalisht sana duhet krejt mu diskutu, po ka edhe këshilla ekstreme që dikush i qunë edhe ekstreme, që edhe në takimin e parë me dikon me diskutua a ka dikush interesim për fëmijë, a ka interesim për lidhje serioze gjithsesi, se kur kryet që në takimin e parë,
edhe me thonë dikush unë s'kam interesim për fëmijë, edhe ti tash me ul krytë edhe me thonë, hajtë se nështë ja ndroj mendjen ma vonë, ajo nuk funksionon fare, po a ndryshimi do këtë i kesh ty në mas martesës nëse ndryshon dikosha? Po. I kesh do këtë, parimisht do këtë i kesha? Po nuk është ti kesh, ajo mundet më konë ndryshim për të mirë. Ka njerës që fatë mirësisht, shumë shpesh përdorit edhe shpreja, së të mos përgjirin mashkullore, shqyr që e gjata qike u rahatu e ka qitë në rrugë të Zotin. Edhe shumë shpesh ndryshojnë për të mirë, do vëti shprejt qia që i kanë. Ma mujtë, këtë djallë vish një gruer atën. Po vala, koron. Ndryshojnë të shprejhit këshia, këthejhën në shprejhit të mira, këthejt pak ma shumë jetës normale, planifikimit jetës, tarmës dhe gjithë shka tjetër. Amo në menoj që kjo, unë e që thmonë e thëmë një shprejhja, jo se cili qik ka ardhë në këtë botë për me u bo gru, jo se cili djallë ka ardhë në këtë botë me misionin për me u bo burë, jo se cili qik ka ardhë në këtë botë me u bo nanë, edhe jo se cili djallë ka ardhë në këtë botë për me u bo babë. Nuk është mision i krejtë njerëzve që kë në shtaon s'ka me u bo nanë, s'do me thonë me unë i keqë dikush pëse s'du me u bo nanë, se s'është ideja që krejt njerës kanë me posë. Të thonë njerëzave të me vete i shala se këshyrë në të shpisë. Jo shpisë ta me di, me një jo e di që e di, po tojnë s'po mës të përmend para tjere. Mu kesh me vetonin se tha në fillimet lidis, a dënë që shanë krejt pajton me gjithë sen, martes, gjithë sen i shkënirë, tani si të majton. Po në fillim është mjalta. Në fillim mjalta është. Në fillim është mjalta. Ama për një me kena shembëllë në gjithë dhe që është drjasën edhe normalisht është e fejume edhe kur njëtë së mdo këtë që është e fejune. Që kështë ideja që për një me po, në atë kuptimin... Jo, në atë kuptimin që... Ska shumë njerës duke marri si sanë të mirë. Jo, e marë si sanë të mirë se sanët personali manë sanët personali, sanët profesionali manë sanët profesionali, dhe sani ma i mirë që me arrit me bot diferencën edhe për një martes ose një jetë ma të lumëtër që kjo është funksionimi, e krynë punën si punë, shëqënia për ta shëqëni, dalet me shëqënia në shëqëni, dalet me partnerin e me partnerin edhe pikë. Të rjas, qysh është regulli i unazës? Ku matë unaza kur të fejohesh e ku matë kur martohesh? Do këtë ndorën e majtë kur t'je fejume, ndorën e djatë kur t'je martume. Po, okej. Se këm po dhe vojzët që s'janë as të fejume, as të martume, që mbojnë unaza, po që kjo për shamull të e pas, e patë një unaz të fejezës. E hej, ka bre, këta e këm gjanë që me menu qa me fejune, mësë më mgucë. Po dhe vish për mjep, a po për mësë për të mgucë i qëtë unazëna? Tja qëtë unazë? Jo, s'qasë unazë, për mu e di. Okej. Dhe më dhe se është një mënyrë për me... Për ta di që është të nëzame. Unë të vërtet s'kom bajt unazë kur, dhe më thonë asë njëherë, po vesh në shtanë në shkollë të mesme na unazë ashtu në gishtë madhë ose diku në gishtë tjetër, po s'kom bajt unazë të as të fejesës, as të martesës, po s'është diçka këtë simbolik. As ish gruja. As nuk ma njerës të po për qata e një ndo. Qata e ndo se unazën kërë ke pasë. Kërë ke pasë unazën. Po nejse, në që një martes që s'ka përfundu në ndarje dhe pëse se ka. E vetoni. Me thonë, së është qështja të unaza. Po. Shikus dashtën. S'ka unazë. Heq. Po këse vetoni, si te e ka ditë që si te merë unazën, vetoni shkën e shetë për ari. Qata nuk e ka jepë. Një pytje me ja u bu, shumë shpejt, shumë shkurt, se jemi e 57. 2 minuta i kemi. Qka, masimi pikrisht të folë për të martesa, na mundemi folë për lidhje, këta le flasim për martes. Qa të lidhjes? Cilat lidhje? Cilat lidhje, ku janë djemët? Ku janë djemët? Qato para mendim që i keni. Me telkosta. Po, lidhje me telkost. Lidhje me telkost, po, me rjetë po. Qka e shëni ma të rëndësishme në funksionimin e një raporti? Dashnin, respektin, sinceritetin? Jashtë ta qëtën e komunikimin. Po s'pyti ty, na pyti neve që... Për nashtë ta komu martu më na jaj, së më logarit një jetë. Erdonit, dashnia, respekti dhe sinceriteti, shto 3 arendete. A, pëse pa shto 3. Shpejt, Erdonit, s'kemi ko. Dashnia o dashni, po nuk mjaftan vishë dashnia. Po s'moj, pa i ditë që të rijat janë të leta. Adin, shumica thujnë, e donë kretë zgjidhen, jo, menej që nuk mjaftan vishë dashnia. Pa u konë që pjesa e respektit edhe sinceritetit. Po si ta 1, 2, 3? Po normal, dashnia është e para. Pa s'mo mujnë ata është pa këto. Hajtë respektit, tani sinceritetit. E ku e më parët? Porja e para që të në. Para e para. Ata e këshiru mas pari. Ta është pak pytje e shtirë. Dashnia po se po besimi me ndaj që do të me konë
S'ka që të besimi a peshatë. Sinceriteti, besimi njëjtë. Edhe respekti. Edhe respekti. Rendite. Se kur të donë, dashnia, po i rendita, veç. Kështu i Dashnia kur të donë edhe të respektojnë, edhe besimi kur të është, e qëtë tretin për e loa respektin, pra. A dashni. Varet që që definon dashnin, se është pak problem, se na dashni shumë shpesh. Po jo, ka dalë se, po jo, se problemin është që njështë e definojnë dashnin me pasion. Me atë, do më thëmë, dashnin e nëzet, dashnin e nëzet edhe të forë që është në vitet e para, po unë menoj që tash, do më thëmë, dashnia e vërtet është që ajo kur ki respekt, kur je kompatibil, do më thëmë, jo më konë njajt, po je kompatibil që i nimon njëni, kompatibiliteti është për shtatshmëria, kur i nimon njëni tjetrit me u avancu si person, edhe mi qitë senet e mira në pa. Të më thonë, kur martohesh me dikon, ose kur jenë lidhje me dikon që e shet që po të përmisohet disiplina njetë, po të përmisohet mënyra e jetesës, po të përmisohet qasja ndaj shoqënisë, po të përmisohet qasja ndaj vetvetes, ndaj shëndetit, ndaj ushqimit, ndaj saneve, edhe mos me pas pasion të zjarët shumë gjatë, që ajo është dashni, që ata mënej që dashnia është e para. Po dashnia është e para, po dashnia është ke qaj... Dashnia është kerej që është edhe në shpisi dënë, po nuk i pasion ndaj tëne, ose zjarë ndaj tëne. Sinceriteti, respekti, 2-3 cila? Po... Renditit e kek? Sinceriteti ishtë dashë më kone para, se prej asaj vjen të një dashnia dhe respekti. Hajde zonja Cufi për ty? Zonja Cufi? Për mu, respekti, se ka njerë që dojnë po të rehen, ka njerë që të dojnë po të shajnë, kështu që respekti, kur të respekton si njeri, nuk mundet më të shajnë, më të rej. Respekti, sinceriteti në fund dashnia. Kur t'jenë që të dy të parat, vjen dashnia gjithëshysh. Se dashni pa... Onës besoj shumë në dashni në shikim të parë, ma shumë besoj që të dashnia që kryohet, dashnia në shikim parë gjithë më doke që është si një dizëllojnë që ndizët edhe shuhet. Dashnia në shikim parë është ma shumë kimi, që i thojnë kimi, është qaj pasioni i zjartë, që aj të ranë edhe aj shuhet, mundet më shuh shumë shpejt, të një që ka mbet kompatibiliteti, atë përshtatët si njeri, atë sanet që të shkojnë nerva për qatë person, që gjithë se kime pas sanet që kanë me të shku nerva për qatë person, edhe a mund është mi duru që ato sanet që të shkojnë nerva për qatë person, se ka sanet dhe për vetë vetën që të shkojnë nerva, edhe qysh një sanet shumë i rëndësishëm, që jaru me përmenë këtu, qysh i te i kalon i konfliktet. Kjo kërësura, thash me diskutimi është baza. Qysh i te i kalojmë konfliktet, që ajo shumë, sa pajtomi mos më pajtu, se ka njerë tjetërsohet njeri, që atë ndryshimin që e përmende Jerza, që është i keq, është tjetërsimi. Jo ndryshimi, unë menoj që ndryshimi në lidhje është shumë i mirë, po derisa nuk është tjetërsim. Ndryshimi është shumë i mirë nëse e merë një telkosin, dhe e provoni telkosin mas ofruzve të tjerë të internetit, se telkosi ka internetin me fije optike, edhe ka një ofert legendare që tash nga pakoja Olimpik, nëse me një pakon Olimpik për një vit, keni zbritje prej 108 eurosh. Pra, lirin nuk u asollëm ne, u asolli telkosi. Të falat të nëve shimi, të hanën live, nesër mas nesër, festofa.